Përshëndetje sërish, mbi 2 muaj mungesë në podcastin e Lëvizjes Bashkë që përkojnë edhe mbi 2 muajt e protestës qytetarëve, ku sigurisht edhe ne si qytetarë jemi për ditë atje. Intensiteti i protestave ka qenë dhe vazhdon të jetë i lartë, mirë po besoj që kjo është koha e dur për të filluar edhe për të diskutuar disi për ecurinë e protestës, mënyrat kreative se si qytetarëve të janë përgjigjur nevojave të kohës, që kërkojnë jo vetëm dorëheqjen e Edi Ramës, rrëzimin e qeverisë, por transformimin e një sistemi tërë politik, tashmë të vjetruar dhe që nuk i përgjigjet më interesave të qytetarëve, dhe që deri më sot ka qenë dhe mbetet pengi interesave të oligarkëve dhe të krimit të organizuar. Edhe në këtë podcast, bashkëbiseduesi im do të jetë deputeti i Lëvizjes Bashkë dhe aktivisti Redi Muçi, dhe me Redi do diskutojmë për protestën, për idetë kryesore të protestës, për domethënien e koncepteve që janë të popularizuara brenda protestës, por pse jo, edhe për jetën parlamentare në muajt e fundit. Tashmë parlamenti është me pushime, mirë po të gjithë kemi qenë dëshmitar, madje pjesëmarrës edhe në protestat përpara parlamentit, që me sa duket e kanë shpërsuar në kulm raportin midis mënyrës se si bëhen ligjet dhe diskutohen ligjet në Kuvendin e Shqipërisë dhe aspiratave të qytetarëve. E nisi diskutimin Redin nga protesta tani. Si të zhdukur protesta, mbi 2 muaj jemi aty bashkë me shumë qytetarë të tjerë, me aktivistë Lëvizjes Bashkë, kërkojmë një ndryshim të madh. Përpara se ta provizojmë ndryshimin, le ta nisim nga mbresat parësore. Në fakt mua protesta që kurse nisi ato javët e para më kujtoi një ide të kam lexuar të një libër i Ismail Kadares, te Ura me Triharqe, që i referohet një ngjarje të rëndësishme, sigurisht në roman i referohet ngjarjes së ndërtimit të Urrës, dhe thotë që është një nga ato ngjarje të cilat historianët e së ardhmes do t'i referohen kësaj periudhe historike si periudha para kësaj ngjarje dhe periudha pas kësaj ngjarje. Domethënë kaq e rëndësishme është si ngjarje, dhe këtë gjë besoj mund ta them edhe për protestën, jo vetëm për shkak të masivitetit, jo për shkak të qëndrueshmërisë që ka patur në gjithë këto ditë pa ndërprerje, pra, si një vullnet që buron nga qytetarët pa dashur edhe asnjë lloj mobilizimi me cilin në fakt ne mësuar shpeshherë që duhet sa herë që kemi organizuar protestat tona për të nxitur qytetarët që ta bashkohen, ndërkohë që duket sikur vullneti ndodhet aty në shesh, edhe perceptimi i diçkaje jashtëzakonisht shumë të rëndësishme, e cila kërkon një lloj sakrifice. Unë edhe më pare kam përkufizuar, pra jo si një sprint që ndoshta në ato javët e para krijoi përshtypjen që masiviteti, gjallëria, ngjyrat do sillnin rezultate të menjëhershme, që ndoshta në një shoqëri më demokratike se kjo e jona mund të kishte ndodhur vërtet kështu, po nga një sprint kjo duket më tepër një maraton, dhe vetë fakti që protestuesit nuk duan ta ndalin këtë hapin e vazhdimësisë së protestës, dëshmon që rëndësinë dhe përjetimin që kanë për protestën, pra duket sikur duhet të një përkushtim i veçantë kësaj radhe pikërisht për të mos ta humbur këtë gjë kaq të bukur që po përjetojmë të gjithë së bashku në shesh, dhe potencialin që ajo ka pastaj për të rrëzuar sistemin, paktën siç pretendon vetë protesta, me fjalë. Bëre mirë që na solli Kadaren në vëmendje, dhe mua më shkoi mendja pikërisht e dallimi edhe filozofik midis konceptit ngjarjes dhe të ndodhisë. Ndodhi është diçka që thjesht ndodh, mund të jetë pak e rëndësishme ose shumë e rëndësishme, por efektet e të cilës mbarojnë shumë shpejt. Ndërkohë që ngjarja nuk është një ndodhi e çfarëdoshme. Është një proces i cili transformon ndërgjegjen e qytetarëve, krijon institucione të reja, siç është tashmë institucioni i vetë protestës, që ka një jetë të veçantë, ka një jetë përtej, po themi, qëllimit apo objektivave të gjithsekujt individualisht. Pra ka një, themi, një ekzistencë të mëdhetësishme tashmë. Mirë, po nga ana tjetër, protesta është ngjarje edhe për faktin se po ridimensionon mënyrën se si ne përfytyrojmë edhe të shkuarën tonë. Ngjarjet e të shkuarës tonë tashmë shihen në një dritë tjetër. Nëse deri dje ishin thjesht ngjarje frymëzuese, tashmë ato ngjarje të shkuarës shihen si paraprirëse të kësaj që po ndodh sot. Ne bashkë kemi qenë edhe protestat e studentëve, dhe e kemi parë me shumë entuziazëm, ndërkohë që sot
ne e shohim me tjetër sy protestën e studentëve. E shohim si një potencial që hedh farat e kësaj që po ndodh sot, dhe kjo që ndodh sot është shumë më e gjerë, mjaft më e madhe se sa ajo që ndodhi tek studentët. Pavarësisht se edhe në protestën e studentëve kishim 10 mira të rinj që merrnin pjesë në protestat e sotme, sigurisht pjesëmarrja është më e madhe në kulmin e tyre, por edhe kërkesat janë më të gjera, më të thella. Kërkohet shumë më tepër se sa thjesht transformimi i arsimit apo i universitetit. Kërkohet jo vetëm rrëzimi i qeverisë, por si thash, kërkohet transformimi i shtetit shqiptar. Çfarë mua më ka bërë përshtypje, sidomos javën e fundit, është se nuk po dëgjoj më qytetar që pyesin me padurim por kur do mbarojë dhe sa do zgjas. Pra nëse në javën e para shqetësimi i shumë kujt ishte kur do arrim objektivin, duke fshehur këtë mosbesimin ose skepticizmin se në rast se nuk e arrim dot shpejt, do kthehemi në shtëpi, sot nuk dëgjohet më kjo gjë. Më tashmë të gjithë ata që janë pjesëmarrës protestë janë me mira çdo ditë, janë të vetëdijshëm që janë pjesë e një procesi që po kontribuojnë në përparimin e këtij procesi, objektivat e cili sa kohë janë të mëdhenj, madje mund të themi edhe madhështor, do duan kohën e vet që të arrihen, mirë po vendosmëria është aty. Dhe si ta thash, protesta tashmë ka një jetë të më vetësishme, që thot, pavarësisht ndjenjave, mendimeve të secilit individualisht, kjo e përbashkët që është krijuar, tashmë duket si ajo biçikleta që në fakt kuptimi ecën vet. Në fakt, me drejtë thej që gjithë secili aty mund të ketë përjetimet e veta dhe unë ndoshta dua të ndaj edhe analizën time të arsyeve pse protestohet, sepse çdo kush e shef nga i prizmi i vet, ashtu sikur se ti thej që ngjarjet e së shkuarës duket sikur kanë qenë të gjithë katalizator për të ardhur te kjo ditë. Dhe unë do veçoja për shembull vetë protestën e banorëve të Rjollit, një lloj proteste zgjatur në kohë e cila siç nuk e kishim parë këto vitet e fundit, për faktin që banorët morën përsipër që të përplasen drejt për drejti edhe ata me këta rrojet e sigurisë, tipa të veshur me të zezë, cilët shkojnë aty për t'i intimiduar, për t'i friksuar, dhe që pati efektin e kundërt, sepse banorët në fakt u përplasën fizikisht me ta. Këmbgulja e tyre, përballja me policinë e shtetit, fakti që janë proceduar penalisht dhe shumë prej tyre për shembull nuk mund të ishin përsëri pjesëmarrës në të njëjtën protestë, sepse pastaj ishte përsëritje e të njëjtës shkelje, le të themi. Dhe më duket sigurisht që vërtet pararoja që protestuesit ose banorët e Zvërnecit që neve na thirrën atë ditë më 30 maj, që të ishin pjesë e protestës së tyre në Zvërnec, më duket sikur ishin frymzuar, kishin parë se çfarë kishte ndodhur dhe ata po tentonin të bënin të njëjtën gjë. Dhe më pas ato pamjet filmike që pam të njëri prej tyre që u godit, që u tërhoi zvar, të reagimit të këtyre të sigurisë që gjunin me gur, gjunin me spray, policët që s'dinin nga t'ja mbanin, që ishin komplet të çorientuar, bëri që kjo pastaj si mlef i akumuluar si një mlef ndaj një sistemi të tërë si thuaj të shfaqej në rrugët e qytetit të Tiranës pastaj për ka vazhduar për gjithë këto ditë. Në analizën që unë kam bërë dhe që më duket sikur ky është prizmi, një ndër prizmat paktën për ta parë arsyen pse njerëzit kanë dalë në shesh dhe protestojnë. Padyshim që nisi me idenë e një zone të mbrojtur, edhe simbolika e flamingove i ka dhënë mjaft ngjyra dhe mjaft, ka qenë mjaft e pranishme në ekon që protesta ka bërë edhe në arenën ndërkombëtare apo jo. Por thelbësisht unë këtë sistem, si thua, të term do ta përkufizoja me një mënyrë qeverisjeje të përfaqësuar, sidomos nga Edi Rama që nga viti 2013, pra ku shtyllat kryesore të ekonomisë kanë qenë industria e ndërtimet pra, dhe turizmi masiv, dhe që është bërë mundur vetëm fal fluksit të parave të trafikut të drogës që kanë hyrë në vendin tonë, që kanë bërë që në çdo cep të Tiranës të kemi edhe nga një kull tjetër, që çdo park, çdo hapësirë e gjelbër e Tiranës të zaptohet nga kullat, që edhe objektet me një lloj historie që i kanë dhënë një lloj identiteti qytetit, qoftë teatri kombëtar, qoftë stadiumi e me radhë, të shemben që edhe aty të ndërtojnë kulla të reja, dhe që ky fluks ndërtimesh që është pastrimi i parave të mbulohet me këtë perden e bukur të
sta arkitektëve, pra këtyre arkitektëve me famë botërore, të cilët mjafton një telefon nga vetë kryeministri që të përfshihen në këto projekte pa pyetur kurrë se cili është burimi i të ardhurave. Dhe e fundit është që përveç sta arkitektëve ishte edhe vetë emri i Ivanka Trumpi dhe Jared Kushnerit që në farë mënyrë e zbukuroi këtë rastin e fundit të rezortit në Zvërnec. Kështu që mua më duket që është pikërisht ky model i cili ka bërë njerëzit të dalin dhe të protestojnë, si me thënë, me të tillë konsistencë, të tillë vrull. Ka dhe diçka. Dhe po marr 3 raste. Zvërnec, Rjoll, madje edhe Kakome. Në të 3 rastet kemi gardhe që ngrihen. Dhe nuk janë vetëm gardhe reale, po janë edhe gardhe simbolike, që do thotë janë gardhe që i shohin me sytë e mendjes dhe ata që nuk janë të pranishëm aty, që do thotë pjesa e tjetër e popullit. Kjo që po bën Edi Rama në vitet e fundit, është disi e ngjashme me çfarë ka ndodhur në Anglinë e para 4-500 vjetësh. Lëvizja e famshme e gardhimit, ku tokat, prona e përbashkët ose prona e vogël e fshatarëve thjesht merret për t'u dhënë sipërmarrësve të mëdhej, oligarkëve të kohës, përzihen fshatarët nga toka dhe toka popullohet nga bagti, të cilat do duhet rriteshin për të rritur leshju i tyre që pastaj përfundonin në industrinë tekstile, që po ngrihej aso kohë në Angli, dhe një intelektual i kohës thoshte se në Anglinë e atyre viteve delja po hante njeriu, ndryshe nga çdo the më herët. Është e njëjta gjë, sigurisht në kontekst tjetër, që Edi Rama, oligarkët dhe gangsterët po bëjnë kudo nëpër Shqipëri, po ngrenë gardhe në të cilat prona e vogël private ose prona publike tjetërsohen, pronarët e lishëm dhe legjitim, ndaç individual, ndaç kolektiv, shpronsohen dhe gjithë kjo pronë u shkon në duar gangsterëve, oligarkëve, vendas apo të huaj. Dhe ajo që ka ndodhur gjatë kësaj proteste është që për shkak të angazhimit të madh banorëve rreth parë, pastaj qytetarëve nga dorë nëpër Shqipëri, kemi të kundërtën e kësaj lëvizje gardhimi. Pyeta një nga shokët tanë, që kishte ardhur para ca ditësh nga Kakomea, thoshte bëra plazh sa radhën Kakome. Që thot gardhi që kishte qenë aty prej vitesh është rrëzuar dhe sot çdo qytetar mundet të shijoj plazhin. Jo, për te këtyre gardheve fizike. Edi Rama ka krijuar një sistem në cilin çdo gjë që ka vlerë është e gardhueshme, është e përvetësueshme dhe është e tjetërsueshme nga ai vet, ministrat e tij, oligarkët, gangsterët, pa një grup shumë i vogël njerëzish dhe pastaj në mbrojtje të gardhit mund të jetë policia e shtetit, mund të jetë polici private, mund të jetë gangster, mund të jetë gjithkush. Ne ishim bashkë në Zvërnec me të tjerë aktivistë lëvizjes bashkë dhe ka qenë e papërfitueshme mënyra se si jo vetëm rrëmbehet qytetari, Duarte ka emrin, nga gangsterët privat, po se si policia e shtetit nuk reagon fare. Mbaj mend që kam shkuar për të folur me policët, për t'i kërkuar dikujt llogari dhe askush nuk thente përgjigje. Pra ishte një situatë surreale, domethënë që ti mund t'i flasësh njerëzve aty, ti thuash, "Por shikoni çfarë do të ndodh, pse nuk ndërhyni, pse nuk bëni diçka, pse nuk mbroni atë të shkretin që është rrëmbyer" dhe askush nuk t'jepte përgjigje. Derisa pastaj vendosmëria e qytetarëve që protestonin me gure, me gjithçka që gjenden aty, i detyruan këta banditët privat që ta kthejnë qytetarin e rrëmbyer mes të tjerëve. Mirë po, kontradikta po ashpërsohet midis një masë të madhe qytetarësh që ndjen veten të shpronsuar, e ndjen veten që po i merret dhe ajo që ka pasur pak më herët. Marrim një shembull, Bregdeti i Jugut të Shqipërisë. Deri vonë, shtresa e mesme mund të shkonte, dhe një nga krenaritë e shtresës mesme në Shqipëri ishte që mund t'i bënte disa ditë pushim në jugun e Shqipërisë. Sot, kjo gjë është e pamundur. Dhe një nga arsyet pse shumë pjesëtarë të shtresës mesme vinë protest, është sigurisht edhe lufta ndaj korrupsionit, padrejtësive kështu me radhë, por është dhe kjo ndjenja se po na marrin diçka që kemi pasur më herët. Do të thotë, pensionisti nuk ka para për të shkuar në plazh, lere më për të shkuar në jug të Shqipërisë. Punëtori prej kohësh nuk e ka më këtë mundësi. Mi po deri vonë paktën e ka pasur shtresa e mesme. Pra, njerëz, ku diun, kolegë tanë në rrethet tona shoqërore, po edhe në shoqëri më gjerë, e kanë pas këtë si mundësi dhe tashmë nga kjo mundësi po zhvishen. Pse? Sepse çdo plazh i mundshëm është uzurpuar, ndërtohen resorte,
ngrihen çmimet, Edi Rama thotë do bëjmë turizëm elitar. Dhe shtrohet pyetja, nëse turistët janë elitar, elita kush është këtu mrena në Shqipëri? Ai është shumica e popullsisë shqiptare elit? Jo. Do të thotë do vinë parelin nga bota dhe parelin nga bota do bëjnë të pasur oligarkët vendas që ndërtojnë resorte. Atëherë, shqiptarët ku do shkojnë? Ku bëjnë plazh? Ku do bëjnë plazh? Qofse turizmi është elitar, qofse çmimet janë, ku diun, 200 euro nata e më shumë. Ku do bëjnë plazh njerëzit normal? Ose të paktën ato shtresa shoqërore, po flas për shtresën e mesme, që deri vonë e kanë pasur këtë mundësi. Dhe Edi Rama këtë e quan zhvillim. Do ta nis pak nga problematika që lidhet sigurisht me ligjin e pronave për ta vazhduar pastaj me ligjet e fundit që e kanë kthyer, si thua, zhvatjen në një proces kaq të thjeshtë që mjafton vetë firma e Edi Ramës, kështu dhe nga një moment tjetrin dikush atë ëndrrën që ka të pronës i zhduket. Pra, në Shqipëri është problemi pronës ka 35 më shumë vjet që zvarritet, që ka ngelur pezull, që keq interpretohet shpeshherë, që qëllimisht edhe në për gjykata ndër vite, domethënë ka qenë çështje korrupsioni, se kush do merrte drejtën e pronës, se kush kishte më shumë lek në fund ditës. Pra, që kur u kaloi ligji 7501 i famshëm, fjalë këtë 91-shin, qershor 91-shit. Atëre problematika e tij lidhe me faktin që dikur kishin qenë, le të themi, tapit e kohës periudhës otomane dhe tashmë 7501 e shpërndante tokën tek njerëzit që ishin zhvendosur në për lokalitete të caktuara, në për fshatra, në për kooperativa, apo jo në bazë të numrit të njerëzve në familje, mos gaboj. Kështu që kishte një lloj mbivendosjeje apo jo. Përtej kësaj mbivendosjeje kemi falsifikimet që kanë ndodhur në për kadastra. Rasti konkret është edhe konflikti në pronësi mes banorëve të Zvërnecit dhe Artur Sheut, apo jo, që pretendon që ka një dokument kohës otomane, por këtu flitet që është falsifikuar. Dhe që janë në gjykat për 15-20 vjet. Dhe po e thon spaku këtë çështje. Dhe blesa ka marr pandehur mos gaboj, e kërkon këtë shehun, ose ka ngrit akuzë gjë e tillë. Pra, ka një konflikt aty i cili nuk zgjidhet. Përmbi këtë pastaj është sot e kësaj dite kemi ligjin e legalizimeve. Domethënë që nëse 1/3 shkon dhe ndërton mbi një tokë e cila dy pronar e kontestojnë në gjykat, njëri me dokumenta automane, qoftë falsifikuar ose jo, tjetri me 7501, një tjetër i mbivendos aty ndërtimin e vet dhe thot tani unë këtë që kam ndërtuar mund ta legalizoj, që është një logjik përtej çdo, si thua, plani urbanistik, funksionimi normal të një qyteti, si thua. Dhe ende sot 2026 në fuqi ligji për legalizime. Domethënë që fakti që këtu në ato zhvillimet, zhvendosjet demografike të viteve 90 që ishin kaotike, edhe okay, kishte kuptim që të ekzistonte një ligj për legalizimet, sot e kësaj dite në 2026 ne ekziston ende ligji i legalizimeve. Dhe prandaj për shembull banorët e Thethit e mban mend që në janar të këtij viti, pra ndërtuan, kishin bërë ato ndërtime prapë me shpresën që do legalizohen, si më thënë, edhe pse Edi Rama zgjodhi të mos legalizonte. Tani ti ke drejtë që këtu ka një mbivendosje ligjesh që shpreh edhe historikisht kontradikta sociale në Shqipëri, por shpreh edhe paaftësinë e shtetit shqiptar për të qenë i fortë dhe i drejtë mjaftueshëm. Pa është paaftësia apo është e qëllimshme? Kjo është çështja. Sepse mua më duket për shembull që me ligjet që janë kaluar më pas, si ligji i investorëve strategjik, paketa e maleve tashmë. Kur dasha keqësi, por po të marr shembull vitet 1991-1992. Atëherë elita politike shqiptare, që ishte PS dhe PD-ja, madje kur është miratuar ligji 7501, PS-ja ende nuk ishte formuar, ishte akoma PPSH-ja. Pra PPSH-ja dhe PD-ja në parlament. Ata kanë dashur të pajtojnë dy realitete historike. E para ishte fshatarësinë, sidomos e zonave të ulësirës perëndimore, që ka qenë edhe shumica e fshatarësisë, që ishin fshatarë ose pa tokë, historikisht ose me pak tokë. Dhe reforma agrare do ishte një reformë demokratizuese, pra që e çonte tokën te ai që e punonte. Por ka qenë një ide, le të themi, që diskutuar që në kohën e Zokut. Mirë, por nga ana tjetër ishte problemi i pronarëve, pronarëve me dokumentat e vjetra, dhe këtu joja që i latifondizëve, pra i bejlerëve, se ata nuk u morën seriozisht paktën në fillim. Por i pronarëve të mesëm, i pronarëve të vegjël ose atyre të paktën që nuk përfitonin drejt për drejt nga ligji 7501.
Dhe për të kënaqur edhe të dytët, në 92-shën, 93-shën mos gaboj, krijohet ideja që pronarët e vjetër mundet aty kur nuk është shpërndarë ende toka me 7501 të marrin hisën e tyre ose të kompensohen gjetiu. Flasim gjithmonë për pronën rurale, për pronën në fshat. Tani problemi është që një pjesë atyre pronave rurale me urbanizimin e vrullshëm u bën troje ndërtimi. Pra 7501 ka vlerëtur dhe logjikisht vlen vetëm për pronën në fshat. Pra nuk është për pronën në qytet. Për pronën në qytet vlente një ligj për kthimin te pronari i vjetër. Mirë, çfarë ndodh? Urbanizimi bën që toka që deri dje konsideroheshin bujqësore të jenë pjesë Tjetë truall. Truall ndërtimi, për shembull rasti Kamzës, i Bathorës, që kanë qenë therma të mëdha. Dhe përmbi këto dy realitete që elita e vjetër politike donte t'i pajtonte dhe nuk i pajtoi dot, edhe për faktin që ende sot që flasim, shumica e tapive nuk janë dhënë ende, edhe atyre që kanë fituar me 7501 nuk janë dhënë ende. Pra, praktikisht janë përsërit toka të kontestueshme midis atij që duhet ta kishte marrë në 91 dhe atij që e ka pas që në kohën e Zogut. Vjen dhe realiteti i ligjit legalizimeve që përpiqet të njohë, po themi, një fenomen të ri social, që janë njerëzit që vinë nga zona të ndryshme të vendit dhe që ndërtojnë në periferitë të qyteteve dhe ndërtojnë jetën e tyre aty. Tani problemi i ligjit e legalizimeve është se ka ende shtëpi që janë ndërtuar në vitet 90, ka ende njerëz që kanë aplikuar 20 vite më parë për të legalizuar shtëpinë e tyre dhe nuk marrin dokumentin e legalizimit, sepse sot të marrësh dokumentin e legalizimit, dhe nuk po flas për ndërtesa të mëdha, për pallate, po flas për një shtëpi për të futur kokën, ti duhet të paguash çimet e kokës, që të marrësh dokumentet, ose duhet ti shërbesh partisë në pushtet me 10 ose 100 vota në mënyrë që ata të t'japin këtë lloj dokumenti. Dhe përmbi këtë, që unë besoj që në fillimet e veta është produkti kaosit, produkti paaftësisë, edhe i nevojës për të gjetur një lloj kompromisi, pastaj lindin këto ustallëqet e tjera që është ligji për investime strategjike, paketa e maleve që duke përfituar nga kaosi, që është kaos edhe social, edhe i aspektit legjislativ, duan një thonjza ta zgjidhin kaosin duke thënë, pse zjeni ju dy? Le ta marrë oligarku tokën tuaj. Pra vjen Edi Rama që me ligjin e investimeve strategjike thotë, ju jeni 2 palë që zjeni, mund të jetë edhe 3 palë që zjeni, madje mund të jetë edhe secila palë e përbërë nga kushuri që janë palë më vete, po s'u zini fare thotë. E merr shteti këtë tokë, ja jep oligarku Samir Manes të investojë, e kur ta zgjidh gjyqi me ju pastaj se kush është pronari, çojmë ato merrin në ilek. Do të nis nga një problem që unë mendoj që është i thellë dhe ka të bëjë me defektet tona në shtet ndërtim, dhe pastaj kanalizohet në këto hajdutliqet e zakonshme. Po pikërisht pra, vim prapë tek ajo, ajo që ka përfaqëson Edi Rama si një kryeministër i cili është totalisht i paaft në shtet ndërtim, si më thon, ose në mbajtjen gjallë të institucioneve për të bërë ato funksionale, si më thon. Dhe atë që është një problem, ndoshta edhe i trashëguar më herët, thotë e zgjidhim duke ja dhënë tokën atyre investitorëve apo jo, në thonjza që janë praktikisht se kush do investon në Shqipëri, se investimet e huaja në Shqipëri janë praktikisht zero, domethënë. Investojnë këta që kanë mundësi për të pastruar paratë e drogës. Në vend se të rrimë të zgjidhim hallet këtyre që po zihen për vite të tëra në gjykat që s'kan për ta gjetur. Ndonjëherë thjesht ja marrim me ligjin për investorë strategjik dhe themi japim një kompensim kështu 8 qesharak, thjesht për ta hequr qafe. Dhe ky që ka lek për të ndërtuar e merr, ndërton, po që edhe zonë e mbrojtur, punë e madhe force, ose nxjerrim fare nga zona e mbrojtur, nga harta, pra, ose ndryshojmë, amendojmë ligjin ekzistues për zonat e mbrojtura në mënyrë që t'i hapim mundësinë ndërtimit të vilave, të rezorteve, të porteve, të jahteve, të kazinove, më të tash, dhe punë e madhe fort, dhe është brenda logjikës asaj që folëm dhe pak më parë, pra që jetën për njeriu e thjesht e bën të pamundur dhe të pajetueshme në Shqipëri, edhe atë, si thua, vite të tëra mundi që ka shpenzuar një qytetar me atë titullin e pronësisë 7500, çfarë do gjë që ka qenë duke u përplasur nga një derë gjykate në tjetër me shpresën se një ditë do ta marr, ai thjesht hedh në rrugë dhe thotë s'ke për ta marr kur. Dhe ajo që të ngelet pastaj është thjesht të migrosh jashtë vendit. Pra është fenomeni që gjithë ta të rinj zgjedhin thjesht ta braktisin Shqipërinë dhe mbrapa ngelen pleq, që me atë pensione qesharake që marrin, pastaj duhet të marrin prapë ato 200 euroshat që u dërgojnë fëmijët e tyre me një fjalë. Ka një problem. Kjo ashpërsimi kontradiktave për pronën është edhe simptome dështimit të modelit zhvillimit që do duhej pak në parim të
të kërkonte nga njerëzit që të arsimoheshin më shumë, kualifikoheshin më shumë, të bënin punë më kreative, kështu si sot duke prodhuar më shumë, do prodhon edhe për vete, të ardhura më të larta. Le të marrim dy skenar. Skenari i parë, do mirë arsimohesh edhe do të çash në tregun e punës për të bërë profesionist i Zotit dhe do jetosh shumë mirë përmes punës tënde. Alternativa e dytë, do kërkosh tokën e gjyshit në majt malit. Okej? Kur dështon e para, pra ti shkollohesh, po ti nuk çan dot. Pra ti nuk ka çan dot se administrata shtetërore është e korruptuar dhe nepotike, po duhet bësh patronazhist për çfarë? Ekonomia është e varfër, ekonomia është e pazhvilluar, kështu që si ai kimisti që takova unë, thoshte në Shqipëri isha kimist dhe punoja kamarier, vajta në Gjermani punova në laborator. Kupton? Në momentin që bllokohet traseja e zhvillimit, e arsimimit, atëherë ti do i qepesh tokës gjyshit me shpresën që toka e gjyshit tënd do jetë një aset turistik. Do fillosh do zihesh me kushërinjt, pastaj e shumë çka e tjetër. Pra, përveç lëmshit juridik, përveç vjedhjes korrupsionit, çështja truallit bëhet edhe kontradiktet për tokën, pra për pronën bëhen edhe më të ashpra, sepse mungojnë shtigjet e tjera të zhvillimit. Edi Rama mendon që 2.ca milion shqiptarë që kanë mbetur do jenë gjithë pronar bujtina. Do thënë, kjo është utopia e tij, që është budallëk, s'mund të jenë 2.ca milion pronar bujtinash, e të filloj tani secili nga le të zgjedh me kushuritë e vet se kujt i takojnë ato rrolojat. Takojnë ty apo mua. Ndërkohë që ato aty janë. Këtë dua të them, pra, kjo që ushqehet nga të gjitha anët dhe në fund fare jemi përpara një lëmshi që askush nuk ka kthjellësi që t'i jap zgjidhje dhe që e përdor qeveria për të transferuar pronën nga qytetari ose nga qytetarët që janë në konflikt pronë me njëri tjetrin tek qeveria, tek oligarkët. Tani, me që po përmendje ligjet, unë do të pyes diçka se po lexoja paketën e maleve para ca ditësh. Ai thotë që ta japësh me €1 truallin publik për investime. Por shtrohet pyetja, po në sektorin privat, pse nuk e shet njëri €1 pronën e vet? Por si ka mundësi që vetëm pronat e shtetit nuk vlen gjë? Në male, në fusha, në bregdet, në miniera, në ndërmarrje, si ka mundësi? Sepse prona, si e tillë, pavarësisht se kush është pronari, ka një vlerë që është vlerë objektive. Nuk e bën lloji pronësisë një vlerë të jetë më e madhe apo më e vogël. Pra nëse ti ke një tokë në bregdet, njëra është tokë publike, tjetra është tokë private, nuk ka rëndësi emri pronarit apo statusi pronarit për vlerën e pronës. Tani, prona private, kur zotria do ta shes pronari vet, e nxjerr një njoftim aty, kush do ta blej? Edhe vin ata që duan ta blejnë. Edhe ja shet atij që i paguan më shtrenjtë. Pronën e vet. Kur është prona e të gjithëve, shteti thotë jo, nuk ka asnjë lloj vlere, prandaj po e jap për €1. Por nëse nuk ka asnjë lloj vlere, askush nuk e merr. Se po të jap një gur, ty ta marr në rrugë, them jep €1, ti s'jep mua €1, se thua s'vlen €1, kur s'vlen asgjë. Pra ose ka vlerë, dhe nëse ka vlerë, do duhet e zëm shitur në ankant, ose s'ka vlerë, dhe nëse s'ka vlerë nuk investon kush. Pra fakti që këtë japin me €1 dhe përgjigjet tërheqin investime, këtë do të thotë që ajo pronë ka një vlerë të madhe sepse mund të prodhoj fitime të mëdha. Dhe falet praktikisht. Unë e kam lexuar paketën e maleve dhe më zhdukur një shpikje, një perversitet i vërtet, domethënë që nuk ka asnjë logjik juridike, zhvillimore, të së drejtës pronësisë, asgjë, është thjesht një spekulim, është tamam një kështu sui generis që shpikje e diramës, domethënë se si të tërheq këta pastrimin e parave në thelb, pra edhe në zonat me potencial turistik që ndodhen në male, pra. Mos gaboj, termi që përdoret në të është termi i zotruesit jo pronar, apo jo? Po. Pra një term i shpikur totalisht, i cili nuk ekziston në jurisprudencë, nuk e njeh asnjë se çdo thot zotrues jo pronar, dhe që sipas kësaj që propozon paketa e maleve, e vetmja mënyrë me pak fjalë që ti që e zotron në thonjë za pronën, që i takon shtetit apo jo, por që nuk ke asnjë letër, asnjë dokument që të vërtetoj pronësinë tënde mbi këtë tokë, e vetmja mënyrë që të njihet nga shteti shqiptar pronësia mbi këtë tokë është që ti të investosh kështu një gjë madhore, një gjë të madhe si thosh. Pra, logjika që të njihet prona, o të takon ose të takon prona. Atëherë, kush është logjika që ti po investove këtu një resort të madh të njihet prona? Çfarë logjike është kjo perverse? Për më tepër, jepet me €1,
dikujt që është pronësi shtetërore dhe jepet dikujt, po tani nuk është çështje që kush do vi të investoj këtu, sepse në qoftë se të gjithë banorët e thethit, po themi, kanë pretendime për pronësinë për një tokë që ndoshta ka ngelur ende si pronë shtetërore, por që u takon atyre me ato zakonet e tyre, atëherë çdo banor duhet të marrë pronën që i takon. Jo ai që ka mundësi të investojë ti njihet të drejtë e pronësisë, dhe ai që s'ka mundësi të investojë të mos i njihet. Kush logjika këtu? Për më tepër, kush ka mundësi të investojë? Dhe nëse Marku, po themi, nuk ka mundësi të investojë, si t'ja bëj që t'i njohë pronësinë shteti, atëherë do thras oligarkun, atë që do pastroj paratë, e thotë, hajde në këtu tani, hajde bëhemi ortak bashkë, mi jep ndonjë copë dhe mua, ndërto dhe ti këtë mega resortin tënd, që edhe unë diçka të nxjerr nga kjo prona ime. Ti do ta marrësh për €1, se kështu ka thënë diramat e paketë maleve, unë që kam vite të tëra që edhe kur ndërtova këtu me shpresën ta legalizoja ma shembi, s'kam për të marrë gjë përveç se po erdhe ti dhe ndërtove në tokën time, dhe unë mbase diçka do përfitoj. Kështu që është një logjikë kaq perverse kjo paketa e maleve, si më thënë, që nga koncepti i zotrusit jo pronar deri tek dhënia me €1 e deri pastaj tek fakti që tërheq këta investitorë për pastrimin e parave që t'i njohë pronë atij që është aty dem pa dem, si më thënë, trashëgimtar. Një ligj tjetër të jetë problematik është ose janë ndryshimet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura. Edhe po ta lexosh ka një version online që jep si ka qenë ligji edhe si është ndryshuar. Dhe kudo u ka pasur kufizime dhe ndalime, çfarë kanë bërë ustallarët në 2024? Kanë thënë që po hodhe para, po ndërtove resorte me pesyje, gjithçka që më përpara nuk bëj, tashmë bëhet. Dhe shtrohet pyetja që për çfarë sensi ka të kesh ligj për zonat e mbrojtura, nëse paraja e hodh ujin përpjet. Pra, investimi i vogël që nuk bën dot, sepse po bër investim të vogël të kap ligj, ama po hodhe para që do të thotë po ndërtove edhe më shumë, po patë edhe një gjurmë akoma dhe më të rëndë në natyrë, praktikisht ti mund bësh gjithçka, dhe Tirana ka dhe paturpsinë, e kemi ndjekur edhe diskutimet e time përfaqësues të BE-s, që ndërkohë që BE-ja thotë ndryshimet vit 2024 duhen abroguar tërësisht, e Tirana thotë jo, do t'i diskutojmë rast mbas rasti, çon versione të retushuara të ndryshime 2024-s, BE-ja ja hedh turinjve, thot këto nuk janë serioze, dhe vazhdon si u s'ka ndodhur asgjë, domethënë. Praktikisht të gjitha ligjet që ai ka bërë dhe bën kanë vetëm një qëllim, të lehtësojë procesin e zhvatjes, të pronës publike, të pronës private, të natyrës, zonave të mbrojtura, trashëgimisë kulturore, gjithçka që vlen praktikisht. Shiko, më duket sikur ligjet janë disa prej ligjeve të paktën që ka shteti shqiptar, Edi Rama e percepton si pengesa në planin e tij, në këtë vizionin e madh që e konsideron truallin e Republikës së Shqipërisë si një truall që është ai me firmën e tij si kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit, që mund ta jap për zhvillim, për zhvatje, për çfarë do lloj gjëje si thua. Dhe ligjet, qofshin ato ligje që kanë të bëjnë me pronësinë, qofshin ato me mbrojtjen e ambientit, e shumë çka tjetër, janë thjesht pengesat që ai gjen mënyrën për t'i tejkaluar me pak fjalë. Sepse ligji që citove ti, ligji i amendamenteve që janë bërë në vitin 2024 ndaj ligjit fillestar të vitit 2017 për zonat e mbrojtura, me një fjalë, është shfuqizimi i tij është një kërkesë e drejtë për drejtë e Bashkimit Evropian që në vitin 2025 dhe është një kërkesë e drejtë për drejtë nga vetë komisionera për zgjerimin, pra Marta Kos, në konferencën për shtyp që mbajtën tani së fundmi, si thua. Dhe kur ke të bësh me një kërkesë kaq të hapur, kaq evidente, që i thotë që duhet shfuqizimi i ligjit 21/2024, përgjigjja e Edi Ramës është që ne nuk kemi çfarë të shfuqizojmë, sepse ligji për zonat e mbrojtura, që është ai 2017-s, jo amendamentet, është ndër ligjet më të mira që kemi, por ne do ta përshtasim maksimalisht me kriteret që na kërkojnë partnerët tanë evropian. Pra bën rolin e budallajt. Ajo i thot duhet të zhbësh, të shfuqizosh amendamentet e vitit 2024, ky thot ai 17, sot është mirë, por ne do ta rregullojmë, e kupton? Po 2017-ën Oreksi i oligarkëve dhe gangsterëve për shkatruar natyrën ka qenë
shumë më i ullët se në 2024. Sa kishte ardhur kjo? Në 2017 ligji mund të hartuar me frymën le themi evropiane më the thash. Pastaj trokitët të derë këta gangsterë dhe i thanë ore po ne duam ndërtojmë në Zvërnec, ne duam ndërtojmë kudo ku ka zona të mbrojtura. Si do bëjmë para ne ku ligji që ti vet nën ndikimin e BE-s ke shkruar 2017-ën na pengon. Doli ustaj dhe që premton gjithçka, gjithkujt dhe thotë ua ndryshoi në 2024. Dhe tani i thon ktheu prapa aty ku isha, dhe ky bën si budalla, thotë nuk kupton, thotë po themi ti dhe gjë, thotë Bashkimi Evropian. Ata i thon rrëzohet tërësisht 2024, ai thotë jo, do të diskutojmë ne mbas neni. Se do a shpjegoj unë juve që e keni ju gabim, e kanë ekspertët tuaj gabim dhe jo qeveria shqiptare që praktikisht është në dorën e 5 halabakëve dhe 5 oligarkëve. Unë besoj këtë gjë që vetë fakti që ky shpreson që ti mbyll kapitujt sa më parë bën që edhe këta që janë oligarkë rrotullti njerëz të cilëve ai me ta megjithmonë ai ka lidhur besën, se le të themi u ka dhënë fjalën që dalun garant për këto që doni të bëni. Doni pastroni të para, doni të ndërtoni rezorte ndaj kënej, jam unë garanti juaj. Atyre po që u ka dhënë besën, jo qytetarëve shqiptarë me këtë dokumentin e fundit, këtë paçavurin e fundit. Po për ata ka dal garant. Dhe rrjedhimisht thotë që ju tani do ndërtoni, do bëni namin, do lëshojmë leja pafundësisht që ju të bëhet fakti kryer, pra që unë t'i qëndroj besës që ju kam dhënë juve, dhe pastaj pasi të keni marrë secili copën e vet, atëherë shohim dhe me këta budallëntë e Evropës i rregullojmë këto. Ne duam ta heqim, se ç'në si ka. Çi ka ngelur në Shqipërisë për të dhënë që se ka dhënë. Kështu që prandaj ai bën rolin budallajt sepse do të ruaj marrëveshjet që ka me oligarkët. Është shumë interesante kjo që the, që Edi Rama u ka dhënë besën oligarkëve dhe gangsterëve, kuptimi që u ka thënë ju do vazhdoni të vjedhni, do vazhdoni të uzurponi, do vazhdoni të tjetërsoni, se jam unë garanti që do i bëni gjithë këto gjëra pa ju hyrë një gjem në këmbë. Tani, për shkak protestës rreth parë, pastaj edhe presionit që po vjen nga Bashkimi Evropian, spaku me 2-3 lëvizjet veta, Edi Rama është në kushte shumë të vështira, sepse nuk është më garanti, ose ka gjithnjë më të vështirë të jetë garanti i vjedhjes pa u trazuar të ati vetë, të oligarkëve dhe gangsterëve. Dhe këto kushte, ai ka frikë politikisht se populli do e përmbys, ka frikë se me përmbysën e tij politike do të vijë edhe burgosja e tij, po besoj që ka edhe një frikë të tretë, që është frika e kujdo që përzihet me krimin e organizuar. Ka frikë se një ditë mund ta heqin qafe. Pra, atyre që ky u ka dhënë besë, do i ka thënë do vjedhni, do bëni e kështu me radhë, qofse ky është i paaft për ta çuar deri në fund anën e tij të premtimit, ata mund ta kërcënojnë edhe me më të keqen për të personalisht. Dhe unë dua të jap një referim nga Italia e fillim viteve 90, fund viteve 80, fillim viteve 90, ku mafia nuk vret vetëm politikanët opozitarë që i kundërvijnë asaj. Nuk vret vetëm gjykatësit, prokurorët që e përndjekin ligjërisht si Falcone dhe Borsellino, po vret edhe politikan demokristian që i akuzon se pse ju nuk bët sa që duhet për të mbrojtur interesat tona. Pra, pse lejuat prokurorin të na hynte deri në këtë pikë dhe ju jeni fajtor. Shumë besoj Rama e ka dhe këtë frikë, prandaj mendoj që ai është peng. Edi Rama është peng, pra është më i keqje i pushtetarit. Pra ndryshe nga një pushtetar që mund të jetë thjesht abuziv, thjesht arrogant, thjesht autoritar, po në fund fare është i pavarur në ato që vendos. Ky është dhe peng. Ky është dhe peng. Dhe duket nga mënyra se si shteti i tij kur përballet me të fortët është lepur. E pam policët vajtën te jahti që kishte qelluar me armë pranë palasës dhe i detyruan atat jahtit, policët hiqnin kputucët para se të shkonin për inspektim. Pra, i njëjti shtet që të hynë në dru kur proteston paqësisht ose me i kokërvez, që maksimumi që do bësh është do bësh pis kostumin e shtrenjtë të blerë me para të vjedhura të deputetit apo të ministrit, ky shtet ku shkon tek pinjollët dhe oligarkëve, tek gangsterët, është lepur, nuk bën asgjë, nuk gjen as armët që kishin qelluar dhe në fund fare mbasi deklaratën polici i lët lira ata halabakët që nesër pas nesër të qellojnë prapë. Ky është shteti që ka ndërtuar Rama. Jo, me drejt përmende edhe spakun, dhe dua të ndalem çik këtu sepse për hir të së vërtetës
Dosja e fundit hetimore e SPAK-ut, që në fakt ishte në kulmin e protestës, ishte në datën 10 qershor mos gaboj, na tregoi pikërisht këtë që kemi thënë prej shumë kohësh, por që aludonim, ndërkohë që tashmë është pjesë e hetimeve të SPAK-ut, pra faktin që u lëshuan 20 urdhër arreste për njerëz të përfshirë me trafikun e kokainës dhe që njëkohësisht kishin përfituar leje ndërtimi nga dora e Diramës, që është siç thash pra kreu i KKT-s është ai që firmon se jep këto lejet për kulla për rezortet. Mbi 1.2 milion metër katror pra në Tiranë, gjatë Bregdetit dhe më tej. Dhe vim pram tek ajo që ka thënë dikur Edi Rama, që mban mend atë shprehjen e famshme kur bëi fjalë për këto që kishte bërë Arben Ahmetaj dhe tha që nëse disa tha ka ngrënë kumbullat e darëve mbrapa shpinës time, atëherë duhet mbajnë përgjegjësinë. Tani kur ti zotrik edhe 1.2 milion mos më shumë se kaq ka kjo dosje, po kush e di se sa janë në të vërtetë. Truall të Shqipërisë dhe të shqiptarëve u ka dhënë trafikante të kokainës për të ndërtuar aty kulla, rezorte me radhë. Ti tani jo kumbullat e dardh, po ti ose je, si më thënë, njeriu më i paaft ndonjëherë që ka parë Shqipëria me sy, pra që ti bën trafikante kokainës biznesmen të nderuar nëpërmjet tyre rezorteve, ose je ortaku i tyre, ose je ai pra i cili ke mbyllur pazaret me ta. Dhe rrjedhimisht tashmë je në hall të madh sepse po të heton SPAK-u dhe hetimet e SPAK-ut më gjatë janë zgjedhur edhe nga protesta, njerëzit aty në shesh kërkojnë dorëheqjen tënde dhe ti e di që po dhe dorëheqjen me gjas do përfundosh në burg dhe po përfundosh në burg me gjas do përfundosh edhe më keq, ose do thuash shqyr që jam në burg dhe si jam aty jashtë se do kem të bëj me njerëz, ata që kanë dhënë para dhe hyrën llogari, ata që kanë hedhur para nëse këto projekte pengohen ose ngadalsohet të kërkojnë llogari. Nuk e di, a e ke vënë re mënyrën si justifikohen këta, janë vërtet qesharak. Pra i thua, në Shqipëri pastrohet para, në sektorin e ndërtimit janë përfshirë oligarkë kështu me radhë, Edi Rama thot, po pastrimi parave ndodh në gjithë botën. Si puna Alisa Spiropali, thotë, këto gjëra ndodhen edhe në filma. Unë nuk e di një vend tjetër të botës kur dikush ta përball kryeministin me një problem dhe ai në vend t'jap llogari. Pse problemi është kaq akut, thot, ka dhe një vend tjetër të botës ku ndodh kjo gjë. Jo, dhe ti aty për të thënë problemi nuk do të ishte këtu ku është, të cilat janë masat për ta luftuar këtë lloj problemi. Tjetra, Edi Rama ka ardhur në pushtet në vitin 2013 duke fituar diku 22-23% të votave. Tani në çdo demokraci normale, ky është kulmi i popularitetit të një partie politike. Pra dita kur merr pushtetin për herë të parë. Çdo zgjedhje mbas këtyre, një parti do jetë shumë e lumtur në qoftë se bie me 1% ose me 1.5%. Do ishte sukses i jashtëzakonshëm. Edi Rama, në çdo zgjedhje që janë bërë mbas 2013-s, ka marrë gjithnjë më shumë vota. Që është çmenduri dhe që tregon se Shqipëria nuk ka demokraci. Shqipëria është një autokraci me zgjedhje gjysmake dhe pseudo zgjedhje, dhe që praktikisht Edi Rama përmes kërcënimit, blerjes votës, klientelizmit, mbështetjes mediave të oligarkëve, arrin të fitojë vota nga njerëz që nuk e tonepsin dot, dhe këto vota pastaj i përdor si justifikim për të bërë namin. Pra thot, mora 83 vota unë, Leça thot, jo po përgjegjësi e kështu me radhë. Ai e interpreton këto 83 mandate si unë tani thot do ju bëj atë që nuk ka shkuar mendja. Do ju marr ujin, Kurdari, Martanesh, lumin e Vlorës, do ju marr tokën, do ju marr shpirtin, do ju marr gjithçka. Sepse në një far kuptimi i thot popullit vet më keni votuar. Dhe e vërteta është sigurisht shumë pak vet e kanë votuar me gjithmend Ramën, hiq patronazhistët dhe hiq pak njerëz që mund të jenë verbër nga pikpamja e fanatizmit politik, por shumica dërmuese e njerëzve mund ta kenë votuar thjesht nga halli, thjesht nën presion. Mirë, po ky tani këtë e shef si justifikim për të bërë gjithçka. Thotë, unë tani e kam fushën e lirë për t'ju bëj çdo gjë që ju mund të imagjinoni për keq. Mirë, po çfarë ndryshoi? Filluan protestat. Dhe Edi Rama ka ngërë një grusht fuqishëm, ka rënë knockdown. Dhe e di shumë mirë që kur qeveris nëpërmjet frikës, kur qeveris nëpërmjet presionit, grushti që ha nuk është i përkohshëm. Është shenjë një dobësie, është një lloj si në organizatat kriminale, ku kreu i organizatës kriminale, kreu i organizatës mafioze, nuk mund duket i dobët. Një shenjë dobësie
është kambana që ai do të marrë fund. Kështu që dhe Edi Rama tashmë. Protestat e kanë gjunjëzuar dhe thjesht është çështje kohe. Kur ai do të rrëzohet përfundimisht. Shiko, mua gjë që më ka frymëzuar më tepër nga kjo protestë, mund të them, është pikërisht mposhtja e frikës së protestuesve karshi patronazhistëve, sepse un kam përshtypjen që roli që luajnë patronazhistët tek qytetari i thjesht është ky impakti i përditshëm, si thua. Erdhi më takoi njëri, më dha dorë, më tha për gëzime, tha të ndjek, po edhe në rrjetet sociale, veçse në parlamenta, po nuk t'jap asnjë like, tha. Sepse jam në punë shteti, tha, dhe kam gjithmonë këtë frikën, tha, kam një fëmijë për tritur, tha unë. Dhe dita që po vura like, tha, me gjas do vinë të më thonë që kështu që ky perceptim i frikës, herë i arsyeshëm, herë ndonjëherë dhe i egzageruar, ose ky shantazhi i vazhdueshëm, ka bërë që si thua, pushteti i Edi Ramës perceptohet si i përhershëm, si diçka që do jetë gjithmonë aty, kështu që ne të paktën tani ti përshtatemi dhe të mbijetojmë dhe ne duke i dhënë votën dhe duke mbajtur një vend pune ose një dyqan ose një biznes të vogël hapur, me një fjalë. Fakti që protesta kanë nxjerrë me mira, qindra mira njerëz në shesh që thon poshtë patronazhistët. Dhe këtu duhet sqaruar edhe një herë për gjithmonë, edhe pse gjithë shqiptarët e dinë, domethënë kur flasim për patronazhist, nuk flasim thjesht për ata që rinë dhe numërojnë vota, por flasim për njerëz të cilët për shkak të njohurive që kanë për njerëz të tyre të lagjes komuniteti, shkojnë dhe shantazhojnë, gjejnë pikat e dorta që të ushtrojnë një presion që është gjëja më e ulët, më e përshtirë që mund të ndodhë në një shoqëri demokratike, me fjalë që të kërcënojnë në pikën tënde më të dobët, më të brisht për ta përçudnuar, për ta ndrydhur, si thua, vullnetin tënd politik. Dhe këtë shoh si gjën më pozitive të kësaj proteste, për faktin që patronazhisti si funksion, si rol në shoqëri është kthyer në diçka që jo vetëm nënçmohet dhe përçmohet, por që tashmë nuk kanë dhe frikë për të thënë poshtë patronazhistëve, diçka që duhet të vi turp të jesh një njeri që vjen dhe i ushtron presion tjetrit, që në fund mund ta themi kështu, ta fusi me shpull suratit, që pse guxon t'i vish dhe jo të përulet tashmë. Po besoj ti e ke vënë re që e keqja nuk mbaron me patronazhistin, që është ai që ka pushtetin aty në lagje, sepse një lloj si patronazhisti, nganjëherë dhe më keq, është deputeti i partisë në pushtet, i cili nuk ka as justifikimin. Se një patronazhist mund të thotë, dua të rregulloj, vajzën edhe do bëj maskara. Po janë deputetë, dhe ti shef, dhe unë parlamentin e kam parë, e kam studiuar ndër dekada, sepse më ka interesuar, dhe ka një rënje të frikshme të nivelit moral në radh parë, dhe pastaj dhe intelektual të mesatares deputetëve në parlament, dhe sidomos të deputetëve të partisë në pushtet. Mund të përmendim disa emra këtu që janë ku thret qameti, më thënë, ti nuk arrin. Okej, më lër të marr një shembull. Taulant Balla është personi i dytë më i rëndësishëm politik në Shqipëri, sa kohë është shefi grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Pra është shefi grupit parlamentar të partisë që është në pushtet dhe do duhet ishte në çdo vend minimalisht normal një njeri që arrin të formulojë dy fjali me kuptim, arrin të ketë një minimum shtyllë kurrizore, ndërkohë që ishte kundërta. Është një hajvan kokë këmbë në çdo fjalë që artikulon. Është niveli më i ulët moral dhe intelektual që mund gjendet në shoqërinë tonë. Shko të lutem në pjetoren më periferike. Hajde shkojmë bashkë mas protestës, ulemi aty dhe të siguroj që pianeci aty brenda, që ç'a nuk thot, prap ka një nivel moral dhe intelektual më të lartë se Taulant Balla, i cili të kujtoj është doktor shkencash. Është doktor shkencash në Rumani, edhe i doli para ca kohësh që e kishte kopjuar doktoraturën 100%, më fjalë për fjalë. Më kupton? Pra ky hajvan që do duhet ishte i dyti që të përfaqësonte partinë pushtet, domethënë me serioziteti që do i takonte në një vend normal një parti në pushtet, ky tani përveç se thot budallëqe më të mëdha, është bërë numërues i protestuesve, pastaj kur nuk i del hesapi numërimit, fut edhe inteligjencë artificiale për të paksuar numrin e protestuesve. Pastaj ti thua, prit vase, po ngrihet dikush të flas nga Partia Socialiste, unë ndjek parlamentin.
ëndra ime ka qenë që të kisha mundësi shiha live në herë një debat parlamentit anglez. Tani nuk e di si është to vitet e fundit, po është kjo miti i parlamentit anglez ku partitë janë përballë njëra tjetrën dhe kush e merr fjalën, ka edhe një lloj pompoziteti, mirë artikulimi, citon 2-3 filozofë, ku diun çfarë. Dhe tani ke këtë në mendje ti, kjo është ideja, dhe në anën tjetër ngrihet Taulant Balla, i cili përveç se thot një varg me buda allëqe, me gëgjeshtra, ka sulmuar dhe ty personalisht duke gëgjyer, këput, i quan terrorist ata që gjuajnë me vezë. Unë kam përshtypjen, as në Iran, nuk quhet kaq kollaj ai që gjuan me vezë terrorist. Ky hajvan, njërin që gjuan me vezë, e quan terrorist. Po më nëse e përdor fjalën terrorist për ata që gjuan me vezë. Po për ata që gjuajnë me plumb e me bomba, çfarë do thuash pastaj? Se fjala duhet shenjoj një objekt, një fakt, një fenomen real. Përndryshe do i thoshim njëri tjetrit, rinoceron, elefant, se nuk do kishte më kuptim fjalë. Ja ky njeri tashmë është kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ti e ke kolegë në parlament, ta thuaj do i gjë për të edhe për sorollopin e tij me cilin je i rrethuar në kuvend. Do ta nis duke thënë që besoj që ti do më mirë kuptosh se sa e vështirë është që të kesh të bësh me kolegë të tillë, do të thënë që duhet të shkosh në punë dhe të përballesh me këta lloj njerëzish dhe me këtë nivel të parlamentit përgjithësi, domethënë se ti me drejt thej që Taulant Balla supozohet të jetë numri 2 si kreu i grupit parlamentar të PS-s, por në fakt për shkak se Edi Rama nuk dënjon thuajse kurrë që të shkel këmbën në parlament, i bie që de facto Taulanti është njeriu më i rëndësishëm në atë kuvent ftuar sepse Nikoja fle gjumë. Nikoja i shkret, i ka syt nga Taulanti, qa gjesti do bëj Taulanti, ata që janë ministra aty janë sitush Kuthret Qameti, janë njerëz që jo vetëm që s'din të artikulohen, po janë edhe tejet anonim dhe tejet banal, do thoja unë, edhe në pozitën e tyre, pra dhe në rolin që duhet luajnë si ministra të vendit. Kështu që Taulanti është aty që vret e pret, dhe që siç e the dhe vet, niveli i diskursit aty është jashtëzakonisht shumë poshtë, nivel batutash, nivel si thuash griciesh, mund t'i quajmë kështu me njëri tjetrin. Unë do thoja këtë gjë që shumë kush aty në atë kuvend, qartazi sigurisht që shef karrierën e vet politike, sidomos kur nëse do analizonim deputetët e Partisë Socialiste, unë do thoja që dikush aty e ka kuptuar që ndoshta duke marrë një sens protagonizmi, duke marrë fjalën e duke u shprehur aty, ka një karrierë më të ndritur se sa pjesa dërmuese e tyre që thjesht flen gjumë, e vetmja herë kur kam dëgjuar të flasin, është kur jam unë duke folur dhe këta më flasin nga vendi kështu duke bërtitur ato, kështu me shenja, me gjeste, me pushje ti, ulu ti, çpun ke ti anë këtej. Ndani sekond, si ka mundësi? Ose je në parlament, më keq se në një studio televizive, që është prap nivel shumë i ulët. Si ka mundësi që bëjnë deputetë hamhum? Tamam si qem, unë që shoh nga larg, ti merr fjalën dhe PS-ja, pa edhe këta të PD-s kur përmend Katragjyshin, bëhen një vjetra burra, basa dhe gra, nuk e di, po burra me siguri në shumit, që bëjnë ham-hum, ndërkohë që tjetri flet brenda procedurës, brenda minutazhit vet. Prit të mbaroj, merr fjalën edhe tregoj që je më i përgatitur ndoshta. Si mund të bësh ham-hum në kor nga Erion Braçja, tek Balla, tek këta njerëzit që nuk i njeh askush, ndërkohë që tjetri flet. Si ka mundësi? Si, vetëm ç'është kjo mungesë edukate civile më burfare. Unë e konsideroj thjesht shumë pjesë të teatrit, do thoja unë, sepse unë e shoh që atë që ti mund ta interpretoje, pra të folur nga vendi si një shprehje të emocionit ose të indinjimit për atë që është duke thënë dikush tjetër, në fakt nuk është fare kështu, sepse nuk janë kur fiken kamerat janë tejet indiferent, ashtu siç jam dhe unë ka shtyret si thua, por janë edhe tejet madje shpesh herë dhe kështu të sillen mirë, si më thënë, e kupton? Pra ti e kupton që nuk ka të bëjë me një ndjesi të momentit që ti të bën të shkelësh edhe etikën e komunikimit, por është thjesht një teatr banal kështu dhe rutinë. Dhe pjesa dërmuese e tyre, siç po thoja, janë njerëz që janë aty fal, si thua, lidhjeve që kanë me Edi Ramën, fal ndereve, fal influencës ndoshta që kanë në zonën e tyre për të siguruar disa vota.
Dhe që kanë ardhur aty për të kaluar 4 vjet shumë në heshtje dhe në qetësi dhe në begati si thua. Sepse po ta ilustroj me një rast që lidhet drejt për së drejti me protestën. Pra fakti që mua ma sinjalizuan nga shoqërit, nga këto grupet ambientaliste, pra nga PPNA-ja, fakti që ishte rrethuar me tela me gjëmba zonës Zvërneci, që kishte hyrë makineritë e rënda dhe kishin nisur punimet, dhe unë më 7 maj për herë të parë e kam ngritur si çështje si problematik, dhe të gjithë e injoruan. Tha, po ç'është duke folur ky? Askush se vuri ujë në zjarr, fare. Më pas, më 21 maj përsëri kam fol nga foltorja, e kam ngritur si problematik, si çështje, çfarë po ndodh aty. Në vesh të shurt, askush do t'ja di se do ta vëj ujë në zjarr. Dhe vetëm më 31 maj pastaj, pra një javë më pas pak a shumë, kur nisi protesta e parë dhe pastaj u përshkallëzua, atëherë filluan që dale çfarë duke ndodhur këtu. Dhe gjëja më e bukur që ka ndodhur në atë kuvend është fakti që në 5-6 seancat e fundit ka kërcitur veza. Sepse ajo veza është e pare punës totalisht brenda ligjit, dhe këtë duhet ta themi dhe për qytetarët dhe për protestuesit, që ashtu më shumë prej tyre e din, fakti që të gjuash me vezë nuk e ke shkelur në asnjë moment ligjin. Është një gjest simbolik që ka për qëllim që deputetin ta bëj me turp. Dhe është më se e drejtë, më se legjitime që këta deputetë sidomos, të cilët kanë refuzuar të mbajnë përgjegjësi politike, të cilët kanë menduar se për 4 vjet do jenë atë rehatinë e tyre pa ju hyrë gjem në këmbë, tashmë duhet të përballen me qytetarët që ja vërshojnë me vezë. Dhe veza pastaj ka qenë ajo i cila ka nxitur një lloj tensioni aty mes kolegëve të mi të nderuar që thonë që po pse me vezë, po ç'është kjo me vezë, po sikur të vija unë te ty me vezë, hajde zotërit. Dhe duhet të mbani përgjegjësi për këtë derexhe në të cilën e keni ka ndisur politikën shqiptare, kaq e thjeshtë është. 2 fjalë për hamhumet në parlament që mendoj që janë pjesë e një strategji që shtrihet edhe tek hamhumet në studie televizive. Unë kam pasur 2 deputet Partisë Socialiste në debat në javët e fundit, Ardit Bidon edhe Sara Milën. Dhe ishte shumë interesant fakti që në fjalinë e tretë, çfarë do të ishte duke thënë, ai dhe ajo do të bënin ç'është e mundur të ndërprisnin fjalën. Unë jo thjesht për edukat, po edhe për faktin që lëre hajvanin shpreh deri në fund sepse është duke hapur gropën vetes, gjithmonë ri i dëgjoj, çfarë do që të thonë, 2 minuta, 3 minuta, 5 minuta pa ndërhyrë. Sa herë marr fjalën dhe shoh edhe ti në parlament, duke sikur elektrizohen, duke sikur i hyn diçka, domethënë që i shpërfytyron, dhe qëllimi është vetëm të prishin rrjedhën e mendimit. Pra, janë ata që kanë frikë nga fjala dhe në mungesë fjalës duan zhurmën, duan zukatjen, duan si ato gjinkallat që në pikë të vapës bëjnë vetëm zhurmë. Tjetra, veza unë besoj të po kthehet në institucion politik në Shqipëri, sepse është mënyra tamam më e mirë për të turpëruar pa i dhunuar. Në vende të tjera gjuajtjet me vezë mund të jenë gjuajtje të një individi që i shkon një politikani. Zakonisht në vendet më zhvilluara se ne kërcet guri, nuk çajnë shumë kokën. Në Shqipëri është zgjedhur veza dhe besoj që ka qenë vërtet zgjedhje interesante, sepse nuk është e dhunshme, pavarësisht se këta bëjnë sikur kanë lënë duar e këmbë në protest, ndërkohë që thjesht veza i ka bërë pis makinën. Por nga ana tjetër është turpëruese, domethënë, ata i tregon në dritën e vërtet, pra ashtu të pisët, jo thjesht fizikisht, po të pisët moralisht dhe politikisht, dhe veza, gjuajtja me vezë në interpretimin tim edhe të kodit penal. Kodi penal yni vite më parë ka pas një nen që ishte fyerje për shkak të detyrës. Të dënonte me burg për fyerje për shkak të detyrës. Çfarë ka bërë ligjvënësi? Besoj nën presionin e vendeve të përparuara të Bashkimit Evropian. E ka dekriminalizuar këtë si nen. Pra sot në Shqipëri nuk dënohesh për fyerje për shkak detyrës. Mund të dënohesh për goditje për shkak detyrës, kur dhunon dikë tjetër, por jo për fyerje. Pra praktikisht ti mund t'i thuash çdo pushtetari, çdo politikani, çdo lloj gjëje, dhe ai nuk ka mundësinë të marrë ndaj teje masa penale. Mundet në rastin më të mirë të bëjë një paditë civile si qytetar i thjesht, edhe do të dënohesh me gjob në rastin më ekstrem. Por nuk mund të të përndjek nga pikpamja penale. Dhe goditja me vezë është një lloj fyerje për shkak detyrës, fyerje e merituar për shkak detyrës, dhe fakti që këta kanë vendosur gjithë aparatin represiv në punë për të burgosur 10 më shumë aktivistë gjatë protestave tregon që po e ndjejnë presionin dhe madje besoj unë po patën mundësi do i kthehen atyre ideve për ndryshimet në kodin penal që
do të dënojnë me burg edhe ata që fyejnë tashmë autoritetet e shtetit. Në versionin e diskutuar para një viti këtë, të kodit penal, të ndryshimit të kodit penal që do të çonte përpara qeveria, sikur ti të fyeje kryeministrin, jo me vezë, por me fjalë, presidentin, kryetarin e kuvendit, ministrat, deputetët, rrezikoje burgun. Sidomos në ditë simbolike. Pra është 28 nëntori dhe ti thua Edi Rama o tradhtar, që meriton, ai thotë jo, thotë se më ke fyer dhe 2 fish, edhe në ditën e madhe kombëtare, kështu që nëse në ditë normale të dënohesh me 1 vit burg, në këtë ditë do dënohesh me 3 apo 4 vite burg. Këta ka ikur mendja, janë të shmendur politikisht, kështu që besoj janë grahmat e fundit. Rrugën ku janë nisur nuk do jetë lavdishme sigurisht. Unë besoj që s'do arrin derisa të bëjnë ndryshimet e kodit penal, pikërisht sepse presioni nga poshtë, presioni që ndjejnë në radhë parë deputetë e Partisë Socialiste, qoftë me vezë, qoftë me reagimet e qytetarëve, është i tillë që besoj se do t'ua bëj atyre dhe këtij padishaut që është sipër, pavarësisht se ai ka marrëdhënie dhe u ka dhënë fjalën oligarkëve, trafikantëve të drogës, gjithë së bashku dhe kuptojnë që në këtë mënyrë Shqipëria është e paqeverisshme dhe do detyrohen herët ose vonë për të mbajnë zgjedhjet parakoshme. E fundit fare se me që ma kujtove, se mua më shqetëson shumë burr fakti që Edi Rama është i pari kryeministër që nuk denjon të debatojnë në parlament. Nuk denjon debatojnë. Në mos në 13 vite rresht, paktën në 10 vitet e fundit me siguri. Nuk ka pas në historinë e Shqipërisë pluraliste, themi, parlamenti shmonis nuk kemi këtë debaton, një kryeministër që nuk vjen sallë ose vjen vetëm sa për të ngritë dorën kur duhen 84 vota, edhe thjesht kërcen e ikën. Madje edhe në monarkitë e dikurshme parlamentare, mbretin e thriste parlamenti, edhe mbreti që detyruar të ndiqte diskutimet e parlamentarëve, dhe ishin monarki ato. Ky sultani ynë, ky satrapi provincës, ky tani duket vetja si mbretrit përpara revolucioneve moderne, mbretrit me vullnet hynor, pa që i vinte, pretendonin se i vinte Perëndia në krye detyrës dhe thoshte unë s'kam nevojë të vi këtu, lot ta ulandi me shok, të merren me opozitë. Ky bën vetëm monologje qoftë në rrjetet sociale, qoftë kur rreshton të gjithë këta, mbledhë grupi parlamentar të PS-s, domethënë, kur ka për të shpallur një dokument si besa, kur ka për të bërë ndonjë kështu fjalim pompos, si më thënë. Dhe praktikisht ky në kokën e vet mendon se fjala ime është ligj, thotë. Është një ligj i pashkruar, askush nuk guxon, askush nuk i del dot nga rreshti, pavarësisht postime në Facebook me metafora, me lumenje dhe me 2 kuptime, askush nuk guxon t'i dal nga rreshti dhe kështu që në këtë, si thua, perceptimin e plot fuqisë së tij, si thua, ky është totalisht i paaft për t'i dhënë një përgjigje politike protestuesve, përgjigje e cila minimalisht do kishte një lloj ndikimi tek ata i protestojnë dhe ata që e ndjekin përmes shtëpisë, më thonë, dhe ende s'kan pas guximin që të protestojnë. Në këtë paaftësi ti unë mendoj se shumë shpejt do materializohet kjo ndjenja e pafuqisë ose e pamundësisë për të qeverisur dhe shumë shpesh do jap dorëheqje. Hubrisi thoshin në antikitet, pra ky kaos, ky lloj shkatërrimi që vjen nga arroganca, nga vetëpëlqyeshmëria, edhe nga fakti që i pushtetari e konsideron veten si një lloj zoti mbi tokë, duke harruar që është jo vetëm njëri si gjithë tjerët, por më i keq i njerëzve në rastin e pushtetarit korruptuar. Edhe fundi pastaj është jo vetëm i keq për të, po ta vësh re, kur këta marrin fund politikisht, bëhen edhe qesharak. Pra jo vetëm të urryshëm, por edhe qesharak. Sa më abuziv ke qenë në pushtet, aq më qesharak je. Kur e humb pushtetin, e ka provuar Sali Berisha këtë gjë më herët, ka ende mosh që ta provoj Edi Rama, edhe ne do kënaqemi duke qeshur me ta. E pesot që vinte vërdall tek ai motoskafi kështu dhe ishte nxjerr qosin. Qesharak. Se sultani. Mirë, u them me kaq sot, ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, edhe zotohemi që të jemi më shpesh në diskutime, sepse edhe protesta, po edhe zhvillimet e tjera politike dhe sociale në Shqipëri meritojnë jo vetëm të artikulohen në fjalime, në komunikime drejt për drejt me qytetarët, por edhe në forma çik më, po themi, të komplekse, siç është diskutimi në podcast apo në forma të tjera të këtij lloji komunikimi. Miru takofshim herë tjetër. Pafshim.